mundemi përmendë është Abdul Jashari nga Shkupi, me nofkën e luftës Avukata del Albani, është general major në ushtrisë siriane, që ka qenë në krye të njërit prej grupeve shqiptare që kanë marrë pjesë në kryengritje, por mos harrojmë ka edhe prej familjeve El Adli, që janë pasazh të drejt për drejt të familjes princerore Dugaxhini, që jetojnë atje që 500 vite, dhe ka madje familje tjera që e mbajnë mbiemrin Arnauti Albani, të cilët po ashtu janë pjesë e pushtetit aktual në Siri. Më lejoni të shtoj në linjën asaj që tha edhe ambasadori që patë mysafir, jo vetëm në Siri, edhe në shtete tjera, pra edhe në Liban, po përmendit specifikisht Libanin, shqiptarët konsiderohen si pjesë e elitës së shoqërisë atje dhe janë pjesë edhe politikës, dhe unë besoj që nuk është larg njohja edhe nga disa shtete tjera aty. Mendoj që nga kush mund të jetë më afër? Mendoj që njohja e radhës do të vijë nga Libani. Pra sa jam i informuar, do nga komunikimi me autoritetet atje jashtme më herët, natyrisht na kanë më taku do thotë gjatë detyrës që kam pas kur kam marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare ose samite kështu, me diplomat nga vizet ndryshme të botës, jam i sigurt që Libani ka herë ka qenë i gatshëm dhe vazhdon të jetë i gatshëm për njohjen e Republikës së Kosovës. Nëse nuk gaboj, a është në drejtim më tutit Libanit Hariri? Nuk e di për momentin, po shkoj nuk e di kur është në çështjen aktuale tash.